Grupi i Senatit Amerikan, Kongresi do lejoj tërheqjen e Shtetet e Bashkuara nga Aleanca e NATO-s. Bashkëkryesuesit e grupit vëzhgues të NATO-s në Senatin Amerikan janë kundërpërgjigjur kërcënimit të presidentit amerikan Donald Trump, duke theksuar se Kongresi Amerikan nuk do të lejojë tërheqjen e Washingtonit nga aleancat ushtarake perëndimore. Senatorja demokrate Jeannie Shaheen dhe ai republikan Tom Tillis thanë se NATO-ja është aleanca më e fuqishme me sukses në histori, duke argumentuar se promovon stabilitet ekonomik dhe mbron raportet e rëndësishme tregtare. Shaheen dhe Tillis thanë se aleatët e NATO-s gjithmonë janë ngritur në këmbë në kohë të kërcënimeve, duke theksuar se qytetarët tanë dinë se NATO-ja i bën amerikanët më të sigurt. Le të jemi të qartë, Kongresi nuk do të lejojë që Shtetet e Bashkuara të tërhiqen nga NATO. Një projekt ligj dypartijak që ishte hartuar atë botë nga senatori, tani sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, që shndron në ligj parandalon çdo president që në mënyrë të njashme ndërmarr një vendim të tillë. Në vend të kësaj, ligji qartësisht thotë se vetëm Kongresi mund të autorizojë presidentin që ta tërheqë SBA-n nga NATO-ja. Kjo nuk do ndodhë, Kongresi dhe populli amerikan e dinë që jemi më të fortë kur qëndrojmë së bashku me aleatët. Një ditë më parë, udhëheqësi amerikan i tha agjencisë Reuters se po shqyrton mundësinë e tërheqjes së Shtetit të Bashkuara nga NATO-ja.